Këto incizime të kamerave të sigurisë së objektit të Universitetit Kadri Zeka në Gjilan u paraqiten edhe si provë në prokurorinë themelore të Gjilanit, pasi u aludua për një shkelje etike, respektivisht keqpërdorimi të kartelave të hyrje-daljeve nga 4 profesorë të këtij universiteti, përfshirë këtu edhe Ardian Eminin dhe Kastrio Dërmakun. Fillimisht, stafi menaxherial i këtij universiteti kishte marrë vendim që të formojë një komision disiplinor ndaj profesorëve për këtë çështje. Mirë po, për këtë, Prokuroria Themelore në Gjilan ka vlerësuar se dënimi me vërejtje me shkrim është vendim i kundërligjshëm. Profesori Ardian Emini për lajmi.net tha që provat e kamerave të sigurisë u manipuluan nga stafi menaxherial i universitetit. I marrë ato prova i shohme dhe i shohme që ato prova janë manipuluar. Komplet provat janë manipuluar. Ç'është ka ndodhur? Manipulimi është në sistemin e Big Brotherit, nëse e marrë për shkak se ka premje të nxezime. Nuk ka sinkron me pajisjen e hyrjeve daljeve, cilën e ka në komponent institucioni. Respektivisht ti e shef një lëvizje të lirë stafit në për korridor dhe thot këtu ka interpretime tani, ky e ka bu për këto, ky e ka bu për ato. Pra komplet narrativa ndërtimit është mbi parimin e insinuatave që ti nxit menaxhmenti. Po çka më e keq që menaxhmenti nxit edhe stafin administrativ të mirë me këto çështje, shembull premje. Po tu i formu komisionin, shembull e merr një IT, një staf të administratës, 2 stafat administratës, cilët e formoni komision edhe për manipulimin e këtyre nxezimeve, që në komponent akademik ishtë dashur të kishin qenë kuadër të institucioni me drejt 2 profesora. Për shkak se është premje me stafit administrativ dhe stafit akademik. Na nuk i raportojmë sekretarit, nuk mirëmo me çështjet administrative. Mirë po duket se kandidatura Ardian Eminit për pozitën dekan në këtë universitet i pengoi rektorit Artan Dërmaku. Aty filluan edhe qarjet e raporteve mes tyre sipas Eminit. Me 18/5/2023, unë shpalla një kandidaturë në kuadër të fakultetit juridik për nxënjen e pozicionit të dekanit në kuadër të fakulteti, edhe pse kjo shpallja e kandidaturës time si duket i pengonte një grupacioni caktuar në kuadër të institucioni. E pas zgjedhjes së dekanatit të ri, profesori Ardian Emini inicoi padi, pasi që sipas tij në këtë proces kishte edhe shkelje të shumta procedurale. Na mandej procesum dikon me 6/7/2023 na e dërguam një padi në gjykatën themelore në Gjilan për sqarimin respektivisht zgjedhjeve të dekanatit. Në anën tjetër, më vonë ata u përballen edhe me akuzat për keqpërdorimin e kartelave të hyrje-daljeve. Për këtë profesori thotë që nuk ju paraqiten provat se për çfarë po akuzoheshin. Këshilli i Etikës na prezanton çat raport narrativ që ne kishte ndërtuar një komision, i cili për mendimin tim është jo kompetent, shembull për ndërtimin e këtij raporti, edhe flet paraqitja. Pra as nuk ishte vënë në dispozicion video nxezimet. As forma tjera provuese që të provojnë veprën që këta presupozojnë të na ngarkojnë neve. Profesori Emini thotë që nuk duron që të serviloset, qysh sipas tij është mësuar rektori Artan Dërmaku. Madje ka garë mes stafit akademik se kush t'i jap darkë i pari rektorit sipas tij. Unë ushtroj profesionin tim, ligjëratat e mia i maj, aktivitetin tim e kryj. Pra nuk kam nevojë unë mu servilos me menaxhmentin, edhe pse këtu parimisht shembull një pjesë e stafit ose karakteristike menaxhmentit është të nxjisë profesorit shkojnë t'ia blejnë një hamburger e rektorit, shembull t'ia parkojnë veturën, t'ia marrin veturën, t'ia pastrojnë, të organizojnë kushti të çes darka, dreka. Kjo komponentën temen intelektuale nuk ekziston. Akuza bazë që u është bërë profesorëve Emini dhe Dërmaku është se të dy përdoren kartelat e hyrje-daljeve të njëri tjetrit në universitet, mirë po pajisja për verifikimin e tyre kishte probleme teknike. Këtë e thot Emini, madje e ka konfirmuar edhe Universiteti i Gjilanit në një njoftim. Edhe pse fillimisht na e kontestojmë përbërjen e këtij Këshillit Etikës. Kontestimi i Këshillit Etikës na e bëjmë mbi arsyeën se një pjesa dërmuese, 50% e Këshillit Etikës është staf menaxherial, pra që janë varës drejt për drejt rektorit. Pra drejt për drejt në hierarki të rektorit, që është prorektori Naim Mustafa, prorektori Dugajin Leka, shembull që kanë dyfishime të pozicioneve, prej senatit vjen ushtron pozicionet dekanat ndryshëm, shembull është komponent menaxheriale.
Pra, parimisht Këshilli i Etikës i Zhdart ndërtohet prej stafit akademik i cili nuk ka pozicione menaxheriale në kuadrin e universitetit dhe të cilët nuk janë në diktatin e menaxhmentit rektorit. Pra këta njëjtit vendosin për vrejtjen me shkrim, e bojnë raportin narrativ për vrejtjen me shkrim, edhe të njëjtit votojnë senat. Pra, të njëjtit janë edhe prokuror, të njëjtën kohë, të njëjtit janë edhe gjyqtar. Për shembull, unë me 8/8/2024 detyrona të parashtroj padi në gjykatë. Këtë padi gjykata për shfuqizimin e kësaj vrejtje, të i specifiku gjitha shkeljet që ishin ndërmarrë në kuadrin e këtij komisioni, respektivisht edhe në përbërjen e senatit si formë e vendimarrjes. Dhe gjykata me 31 të parin 2025 të merr vendim mbi komponentën e shfuqizimit të kësaj vrejtje. Pra, të e konceptu paligjshmërinë e kësaj vrejtje si formë dhe të i specifiku gjitha problematikët, shkeljet që t'i kish ndërmarrë po ky komision. Njëra ndër shkeljet është evidente mosdhënia e provave. Prokuria themelore në Gjilan, ku konstaton që pretendimi jon në shembull këtij në kuadër këtij institucioni që nuk ka manipulim me kartela, po ka manipulim me injizim. Pra ka premje injizime, ka manipulim, nuk mujtet mu konstatu divijari si formë, ka manipulim me atë pajisjen e hyrjeve daljeve, për shkak se edhe vetë zyrtarja e cilja menaxhon pajisjen, thotë se ajo pajisje që 2 vjet nuk ka kalibrim, respektivisht nuk ka ndërprer kontrata operatorit. Pra, nuk është jashtë funksionit, është jashtë efektivitetit mirëmbajtës, shembull, ose nuk ofron siguri ajo element. Edhe për me dëshmu që kjo pajisje nuk ofron siguri, është shumë interesant, shembull, më ka ndodhur dikon në janar, respektivisht me 7 shkurt, kartela ime, që ishtë dashur me qenë unike, del me kodet e njëjta me një kartel të një profesoreshe tjetër që punon në kuadër fakultetit juridik. Pra kolege e imja. Edhe sa herë unë kum ardhë, kum bo hyrje dalje në kuadër të universitetit, ju ka llogaritë edhe asaj. Me të njëjtin akuzë u përballë edhe profesori tjetër Kastrio Dermaku, pra me hyrje daljet në universitet. Ne kemi qenë pjesë e një, nëse mujme qujtë tentim shantazh, tentim shtrimit. Ne jemi akuzuar me profesorin e min, se 2 herë unët, 3 herë ai kemi bo disa paraqitje përmes kartelave, po gjithashtu na fillimisht e kemi vërejt pak këtë farë tendencën pasore se pushtetit të ri që po donë këtë farë mënyrën e servilizit, mënyrën e për nënshtrimit ose për ulljes, po nuk na e ka marrë mendja që deri në këtë mos do të na vjen. Dikur ka korriki i vitit kalum, mendoj na ka orë një farë ftese që kinse në fund mujt shkurt, mars dikun, është bërë një keqpërdorim, unë kum vendos kartelin për profesorin e men, profesori e men për mu, edhe na e prunin një komision, na shumë komisioni do më përbami atina, besoj që edhe profesori e men është i fushës juridike, sharën edhe ma mirë, që nuk ishte si pas regulativa, si do që tjetë, na nuk ishme as fakt as kur gjë. Do më thonë, një sen që nuk ishë ndodhë, jemi, do më thonë, edhe vetë fakti kur ishin njës ata, do më thonë, raportet dëshmojnë që prej profesorëve që kanë vjushmërinë më të rregull, do më thonë, na vinë 4 herë minimalisht ka qenë ardhja, do më thonë, jonë në universitet, u thonim bashkë, do më thonë, aty pomë që vetëm u thellu, po thellimi kësaj kishte ardhur prej nashta edhe ma herët ka qenë, po nuk e kemi vrejtja, na e vrejmë kur profesori e min aplikon për kandidaturën dekan, aty tani fillojnë edhe disa pjesë të kone, për shembull se unë udhtoja bashkë me profesorin e min, me epitete diskriminuese, mos rre me këto, mos e bë me këto, domethënë që nuk është pjesë e natyrës akademike. Prokuroria themelore në Gjilan ka pushuar hetimet ndaj 2 profesorëve Dermaku dhe Emini për arsye se siç thuhet në vendimin e siguruar nga Lajminet se nuk ekziston dyshimi për mashtrim në vendin e punës. Lajmi.net ka kërkuar edhe intervistë me rektorin e Universitetit Artan Dermaku, mirëpo i njëjti ka udhëzuar ekipin që të dërgojë pyetje me shkrim për të gjitha çështjet. Edhe pse vetë universiteti siç shihet kishte njoftuar se ka probleme me sistemin e menaxhimit të hyrje-daljeve të punëtorëve, në një përgjigje për Lajminet, rektori e thot të kundërtën. Universiteti ka apeluar vendimin e gjykatës themelore duke pritur vendimin e apelit.